Ja çfarë thot për ju data në të cilën keni lindur. Nëse keni lindur në datat 1, 10, 19, 28, keni një dëshirë shumë të fortë për të udhëhequr dhe marrë përgjegjësinë e njerëzve që ju rrethojnë, jeni shumë i drejtë për drejtë dhe i direkt, jeni më logjik se sa emocional dhe dita juaj më me fat është e diela. Nëse keni lindur në 2, 11, 20, 29, atëherë jeni të butë dhe vetfolës, jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj energjive të njerëzve të tjerë. Zgjidhni miqtë tuaj me mençuri dhe jeni të kujdesshëm ndaj energjisë negative të njerëzve të tjerë që ju ngjiten. Nëse keni lindur në 3, 12, 21, 30, askush nuk ka më shumë guxim se ju. Askush nuk ka më shumë ambicie se ju. Askush nuk mund ta kryente punën më mirë se ju. Do të jeni shumë të respektuar kudo që të shkoni dhe sinqerisht, jeni jashtëzakonisht me fat. Çdo gjë që prekni do të kthehet në ar, por e keni të vështirë me njerëzit e tjerë që t'ju thonë se çfarë të bëni. Nëse keni lindur në datën 4, 13, 22, 31, atëherë ju pëlqen ta mendoni veten si dikush që është i ndryshëm nga të tjerët. Ju keni këtë vizion për jetën, këtë ndjenjë të arritjes, këtë ndjenjë qëllimi. Ju jeni padyshim i kujdesshëm. Ju mendoni para se të flisni dhe me humor dhe ndoshta jashtëzakonisht të ndjeshëm. Dhe gjithashtu mund të tërhiqni njerëz që kanë një sfond krejtësisht të ndryshëm nga ju. Bëni follow për pjesën e dytë.